Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës, të nderuar organizator, faleminderit për këtë mundësi që të ndajmë eksperiencat tona dhe të mësojmë më shumë për problematikat rreth menaxhimit të dhimbjes. Unë jam Agron Bytyqi, jam drejtor ekzekutiv i shoqatës për drejtat e pacientëve në Kosovë, edhe njëri sekretar i shoqatës profesionale shëndetësore POAS, që kryesisht merret me menaxhimin e dhimbjes. Ndërsa këtë studim e kam bërë në kuadër të funksionit të dytë që kam si sekretar i shoqatës për dhimbjen në Kosovë. Perceptimi, tema që unë do të provoj në pika të shkurtra me i prek edhe arsyen pse kemi zgjedhë këtë temë, ka të bëjë me perceptimin e infermierëve lidhur me dhimbjen kronike në kujdesin parësor shëndetësor. Një perspektivë e përgjithshme, që nuk besoj që ndoshta duhet me i lexu të gjitha këto, por rëndësia e dhimbjes kronike u tha dhe nga parafolësit që ka rëndësi kohë të madhe, shumë të madhe, mirë po se si është gjendja reale në teren, në praktikat e përditshme, kjo dallon pak a shumë. Dhimbja kronike, u tha dhe nga parafolësit, ndikon në jetën e përditshme, unë kam brek edhe dimensionin e perceptimit të pacientit, domethënë kjo ka qenë edhe iniciativa që të shtoj në fokus objektivat edhe për perceptimin e infermierëve lidhur me dhimbjen kronike, është që ndikon në gjumë, në mobilitet apo lëvizshmëri, ndikon në punë, në aktivitetet sociale dhe në mirëqenien psikologjike. Pse pikërisht në kujdesin parësor shëndetësor? Për shkak se identifikimi i pacientëve me dhimbje kronike bëhet së pari, domethënë vizita e parë bëhet zakonisht në kujdesin parësor shëndetësor, mirë po edhe çdo vizitë tjetër, mundësia e qasjes është shumë e madhe e pacientit në kujdesin parësor për shkak se është e mundsuar në çdo lokacion. Vlerësimi dhe monitorimi i dhimbjes duhet fillojë aty, edhe duhet bëhet edukimi i pacientëve për shkak se komunikimi më i madh me pacientin ndodhet në kujdesin parësor shëndetësor. Dhe këto raporte kanë nxjerrë edhe organizata ndërkombëtare, diku rreth 80% e vizitave shëndetësore apo e kontaktit pacientit me profesionistin shëndetësor ndodhet tek kujdesi parësor apo tek mjeku familjar. Cilat janë sfidat në Kosovë, apo besoj që edhe në rajon pak a shumë janë të ngjashme, është mungesë protokollesh që u thanë edhe nga parafolësit. Unë kam qenë një grup të punuesve kur janë bërë disa procedura standard operative për kujdesin që ofrohet në kujdesin parësor shëndetësor, në kujdesin dytësor dhe në kujdesin drejtësor, mirë po nuk ka protokole të veçanta për menaxhimin e dhimbjes, qoftë akute apo edhe kronike në këtë rast. Nuk ka trajnime që mbahen të tipit të leksioneve ligjërata, mirë po jo trajnime që profilizojnë profesionistë shëndetësor që merren me një specifik në këtë rast me dhimbjen kronike, dhe kjo ka qenë ndoshta ai qëllimi kryesor që edhe kemi nis. Qëllimi i studimit është të vlerësoj perceptimet, njohuri dhe praktikat e infermierëve lidhur me vlerësimin dhe menaxhimin e dhimbjes kronike në kujdesin parësor shëndetësor në komunën e Prizrenit. Metodologjia ka qenë studim kuantitativ, përshkrues dhe transversal, është përdorur një pyetësor i strukturuar, mostra ka qenë 68 infermierë në kujdesin parësor në komunën e Prizrenit. Rezultatet kyçe do të përmend vetëm ato që kanë relevancë për këtë audiencë. 60% i kanë pjesëmarrës i kanë dhënë fokus shenjave objektive në vlerësimin e dhimbjes apo raportimit verbal, që kjo është një rrezik për vlerësim jo të standardizuar, sepse u fol shumë gjatë këtyre ditëve rreth rëndësisë së vlerësimit të dhimbjes dhe mirë po në praktikat e përditshme si nga infermierët, mirë po edhe në studime tjera që kemi vërejtë edhe tek mjekët, zakonisht vlerësimi i dhimbjes bëhet me një pyetje që a ke dhimbje dhe ku ke dhimbje, edhe përgjigjet e zakonshme që merren prej pacientave janë përgjigje diotome, se po ose jo, apo kam shumë ose pak, mirë po nuk përdoren mjetet standardizuese. Aq më shumë, këtë problem e rrit apo e shton edhe dokumentimi mandej i dhimbjes. Në vëzhgimin e raporteve që bëjnë si infermierët mirë po ashtu edhe mjek, në shumë pak raste është vërejtë që bëhet përshkrimi i dhimbjes me numra. Për shembull, pacienti deklaron që ka dhimbje 6 prej 10 ose 4 prej 10. Domethënë zakonisht tregohet që ka dhimbje në një region caktuar, edhe ka dhimbje të forta në disa raste bëhet përshkrimi specifik. Në pyetjen se ai përdorin shkallëzues të dhimbjes, 25% kanë thënë që e kanë rutinë për me bërë vlerësimin, mirë po përdesa i kanë pa që nuk kanë format vlerësimit të dhimbjes, dyshoj që këtë 25% që ndoshta kanë qenë infermierë që e kanë ditë rëndësinë e vlerësimit dhimbjes sipas numerical scale ose face scale, por që sa e përdorin kjo mbetet më hulumtu tutje. Dokumentimin, 80%
kanë thënë që është i pamjaftueshëm, edhe shumica kanë lidh me formular që s'kan ku me e shenu, por kjo, siç është thënë deri tash, ndikon shumë në këtë ndërprerjen e vazhdimësisë, së kujdesit dhe gjurmëshmërisë apo përcjelljes dhimbjes si ka shkuar. Menaxhimi i dhimbjes kronike, çësia farmakologjike dhe jo farmakologjike, gjithashtu është folur shumë gjatë këtyre 2 ditëve. Vetëm 27% e infermierëve raportuan se u rekomandojnë pacientëve rëndësinë e trajtimit jo farmakologjik në menaxhimin e dhimbjes kronike. Në bazë kësaj, ndërhyrjet jo farmakologjike si edukimi i pacientit, aktiviteti fizik i përshtatur, relaksimi dhe pozicionimi raportohen si të përdorura rradh në praktikën klinike. Pjesa tjetër e infermierëve kryesisht kufizohen në administrimin e terapisë përshkruar nga mjeku, domethënë bëjnë vetëm atë që e ka shkruar në terapi, nëse është përshkruar me dhënë një antiinflamator ose një bar tjetër kundër dhimbjes, vetëm ata e jep dhe nuk merren me pjesën tjetër të trajtimit jo farmakologjik. Në një studim tjetër, më duhet ta theksoj, që kemi bërë me pacient që e përmeni pak doktor Ademi për perceptimin e pacientëve lidhur me trajtimin që kanë marrë në kujdesin parësor shëndetësor, mirëpo edhe në kujdesin dytësor, është vërejtur që dhe vetë kërkesat e pacientëve shpesh janë të atilla që kërkojnë një bar apo një trajtim që ja ndal dhimbjet. Mirë, po nuk duan të jenë kështu bashkë pjesëmarrës në trajtim që në këtë bashkë pjesëmarrje hyn edhe ky trajtimi jo farmakologjik. Para shumë vitesh IASP-ja ka bën një set manualesh për rëndësinë madje të ushqimit në menaxhimin e dhimbjes. U përmend edhe nga parafolësit të rëndësinë e ushqimit apo të dietave, domethënë se si ndikon kjo në uljen apo në ngritjen e pragut të dhimbjes, që për neve mbeten hala vetëm si teori, por jo dhe si praktik në jetën e përditshme. Ndërsa shumë udhëzues, shumë institute, shumë organizata japin rekomandime që është shumë e rëndësishme të përveç trajtimit farmakologjik, të inkorporohet edhe trajtimi jo farmakologjik që ka të bëjë me aktivitetin fizik të përshtatur, me edukimin për vetë menaxhimin e pacientit, me teknikat e relaksimit dhe mbështetjen psikologjike, me ndërhyrjet që përmirësojnë funksionimin në jetën e përditshme. Si interpretimi i përgjithshëm, rezultatet tregojnë një vlerësim jo sistematik të dhimbjes, për shkak se nuk përdoren vlerësues të dhimbjes në mënyrë rutine, është një përdorim i kufizuar këtyre shkallëzuesve, edhe një dokumentim jo i standardizuar. Domethënë nëse i merr shqiqan dhe i analizon raportet që bën në kujdesin parësor shëndetësor, nuk ka një dokumentim që për secilin pacient na kena me ditë gjendjen e dhimbjes se si e ka pas, dhe në çdo vizitë që ka bën përsëritse se si ka lëviz niveli apo intensiteti i dhimbjes varësisht prej dokumentimit. Dhe nuk ka një dokumentim standard që mundesh me i analizu këto. Rekomandime, standardizimi i vlerësimit të dhimbjes sa i përket dokumentimit, fuqizimin e rolit të infermierëve në menaxhimin e dhimbjes kronike, për shkak se kontakti i tyre është më i madh, ata kanë qasje më të mëdha dhe mundin me shfrytëzu gjatë çdo kontakti që me ndiku në trajtimin jo farmakologjik, po edhe në trajtimin farmakologjik do të përdorimin e rregullt të terapisë, në promovimin e qasjes multidimensionale në menaxhimin e dhimbjes. Këtu të përdoren edhe materialet edukative, unë thash broshurat që i kemi përkthyer edhe në shqip nga IASP-ja, po edhe broshura tjera rreth rëndësisë së ndryshimit të stilit të jetesës si bashkë trajtim apo si trajtim multidimensional i dhimbjes. Impakti në sistem do të jetë sigurisht shumë i madh, do të kemi më pak pacienta që do të kemi recidivista, do që vinë më shpesh me vizitu qendrën shëndetësore për shkak të dhimbjes kronike që kanë, do të përmirësohet cilësia e jetës së këtyre pacientëve, do të keni një performancë më të mirë, edhe do ta ulim barrën për sistemin shëndetësor. Faleminderit. Faleminderit për prezantimin. Nuk e di nga audienca ndonjë pyetje në lidhje me këtë tematik. Atëherë kisha unë një pyetje faktikisht, ideja është që ku e shihni ju në të ardhmen këtë lloj sondazhe pyetësore dhe informacione që keni marrë për këtë personel shëndetësor në lidhje me dhimbjen, me menaxhimin e saj, perceptimin dhe si do ketë kjo, si mendoni që mund të ketë implikim në të ardhmen, apo dhe si mund të eci dhe si mund të progresoj. Faleminderit. Mirë, është pak më problem kjo çështja nëse dojmë pa impaktin e këtyre që i kemi lexuar, si kemi pa në vende tjera edhe në vendin tonë, ne mund t'i dimë shumë mirë në aspektin teorik, por praktik kjo nuk funksionon çdo herë ashtu siç kemi mësuar edhe siç i dimë. Prandaj edhe një ndryshim sistematik, po edhe një ndryshim në nivel qendror sa i përket edhe vlerësimit të dhimbjes, mirë po edhe trajtimit të dhimbjes është shumë i rëndësishëm.
krijimi i protokolleve dhe udhërefyesve është një prej mundësive më të mira për shkak se mund të bëhet nga lart poshtë dhe në një farë forme janë të obliguar profesionistë shëndetësor që me i ndjek ato protokolle, mirë po na kemi edhe raste të tilla kur shumë mirë kemi nëpër protokolle dhe nëpër udhërefys klinik, mirë po ato nuk zbatohen në praktikë dhe kur shef në terren janë të pazbatueshëm. Do të thonë, një monitorim mandej se sa edhe si zbatohen këto protokolle dhe udhërefys është shumë i rëndësishëm për me pas një impakt më të madh. Dhe sigurisht që kjo ka me ndikuar mandej në masë në popullatës se ka me pas një kënaqësi më të lartë pacientëve lidhur me shërbimet që ata i pranojnë. Po ndonjë grup le të themi monitorimi për përmirësimin apo mënyrën e përshtatjes le të themi në zbatim praktik për këto protokolle apo këto elemente. Është menduar apo le të themi komunikim edhe me institucionet, se nuk është vetëm le të themi detyra juaj, po shqetësimi im kryesor, madje edhe për procedura standard operative që i kemi bën në Kosovë, ka qenë që kjo se sa ato mujnë mu zbatu në praktikë dhe çysh mujnë mu monitoru. Janë mekanizmat e monitorimit që janë udhëheqësit e njësive, secilës njësi të qendrës shëndetësore, që ata kanë për obligim me i pa dhe me i përcjell të standarde apo për zbatimin e protokolleve dhe udhërefyesve, për shkak se ato garantojnë një cilësi më të lartë. Mirë po, kjo është e pamjaftueshme për shkak se ato brenda nuk është që funksionojnë shumë mirë sistemet. Dhe ndoshta këto vizitat monitoruese ad hoc që bëhen për institucioneve tjera më të larta mund me ndihmu në këtë proces shumë. Agron shumë hulumtime shkëlqyshëm, e di që ke edhe pjesë doktoratës këto që na prezentove. Deshta kështu me të pyet, kështu më konkretisht. Do të thonë pacienti po vjen, edhe infermieri po ja vlerëson dhimbjen apo me vas. Qysh faktikisht më detajisht qysh po zhvillohet kjo procedurë? Më thash nuk ka shumë studime të thelluara rreth kësaj, për shkak se kjo ka qenë vetëm një observim përmes pyetësorit, por jo edhe observim praktik se si e bojnë ata. Mirë po ka probleme, se unë tash në vizita tjera që kam bën, infermierët kanë kontakt shumë, kanë edhe për shembull në kujdesin parsorë shëndetësor sa për informacion në Kosovë, në shumicën e QKMF-ve apo qendrave kryesore të mjekësisë familjare kanë edhe këshillimorët ku punojnë infermierët në to. Dhe domethënë çësia është shumë e madhe, kontakti është shumë i madh me ta dhe ata mundin me shfrytëzu, domethënë që me bë këtë edukimin e pacientëve lidhur me trajtimin edhe farmakologjik, po edhe jo farmakologjik, po për rëndësinë e trajtimit jo farmakologjik është shumë e madhe. Domethënë vlerësimin ata kanë raportuar që e bëjnë në rutinë rreth 25%, por që unë dyshoj që kjo është e vërtetë. Mund të jetë dhënë subjektive, për shkak se në raportet shëndetësore që më kanë pa edhe në kujdesin parsorë, por edhe në ato dytësor nuk përshkruhet dhimbja sipas shkallëzuesve me numra për shembull ose me face scale. Raportimin e dhimbjes e bojnë ose përshkrimin e dhimbjes zakonisht e bojnë që ka dhimbje në filaner regjoni, por jo më shumë detaje. Dhe kjo nuk e garanton mandej që atë kontinuitetin me përcjell se si ka shku gjendja e dhimbjes, është ngrit apo është zvoglu. A e përcjellin kështu edhe në shtëpi për shembull? Do të thonë pacienti vjen e merr terapinë dhe shkon në shtëpi apo vetëm kur vjen mandej në vizitë kontrolluese apo çysh kjo metoda e përcjelljes? Problemi më thash që dhimbja, o thatë nga parafolësit, dhimbja nuk është futalas si shenja penzitare, do të thonë që u matë çdo pacient. Nëse pacienti raporton që ka dhimbje, e shënohet që pacienti ka pas dhimbje, por jo në bazë të vlerësuesit të shkallës.